Po, me ato jena shkut, miq jena prap diskutuar se s'bëhet fjalë, vilej për shnes se Po, gjithsesi. po, ke parasysh një provon burr. Po normal, secili e ka kohën. Secili jo kohën, shef, ka herë gjen vedin aty, ka herë gjen tjetër. Kjo nuk është se i ka unë prej tejet, nesër i këti, pa thona, dhe gjesti, merri DJ, merr Luizin DJ, që më thonë që a barë mik me ty, absolutisht. Thjesht du me nëshu. Apo tani mund të nëshoj rrymen, dhe kur nëshon rrymen njerë ka qefa, dikur të përbën një restart, një restart. Fashën e përsa ta të veta, a je për me bu një rebranding. Aja, pra, ideja është me bë një restart me asë gjatë keqe s'ka, se i vjen edhe mirë të publiku, se na për publikun mendojmë, si me thanë, për audiencë. Publiku shën në ngjyrat të tua të ndryshme në muzikë. Ajo është, ja ti ke hinë këtë format, ti ke hinë e prezentu si një DJ. Ti kur delç prej këtu, ti je prap DJ, s'ka arsye me nëshu. Po ti mund të jesh DJ që mund të marrësh një klub, mund të krenohet me ty. Si me thonë, DJ Gimo është ti klubit valla. Pra, është vetëm DJ Gimo që leto dhe je ti zoti asaj shtëpi, si me thonë. Dhe e din që njerëzit vinë valla shkojnë me ty se i këto let këtu dhe je vetë zot vetë shkop. Jo se e ke keq që ishe të punu se e ke edhe shok, e ke edhe si vlla, e diskutohet. Por si thonë edhe ti fiton edhe më shumë, fiton më autoritet, krijon edhe lidhje të tjera dhe mund të kesh kërkesa edhe prej shumë këngëtarëve big. O më që mos e diasporë që thonë kisha pas knasime të pas ty në krah kur të jem një koncert me live. Sepse emër je, edhe njerëzit vinë, ti mbjen edhe njerëz, përveçse njerëz të mi, bjen edhe kështu. Ti shife si një hap, një dritë tamam që e ke mundësi të art për me rregullu shumë gjane në jetën tënde, se unë e kam provu vetë dhe pasha zotin jam shumë mirë njohës, veç rri me kam tokë edhe me i fokusum gjithmonë. Nga shumë mirë presmore ju të një farveni, s'po du me ceksi. Besej që nëse ti nuk e din mune njerës me ditë, ku, po besej që edhe ti e din, unë ka mirë shumë që javë. Edhe... Po, e di për këthu. Shiko, unë po të them e di që nuk t'intereson ajo pjesë e njerëzve që ka flasin, mu m'intereson veç pse e kon, jo m'intereson pse e kon, po veç më bëhet qefi që e kon. Ta them vetë diqka, unë se kam thonë kërkuj, para se me u bëj pjesë e formatit tillë, mu më ka marrë shpesh një objektiv telefon dhe me merrte dhe më ka fol bile. Edhe për te, edhe për të vllajën që nuk jeton më shpirti pas drejtat e kushtë. Edhe më ka thonë, inshallah të më gjojnë ty. E ke parasysh si ta japin si urim, si me thonë se ka një lloj adhurimit për ty dhe të thonë inshallah fëmijët e mi gjojnë ty. Kjo është urim, një bëj urim më mirë as ta bëni kush. Disa herë, po, sa të dhanë dritën e syve, vetë ato dhanë fëmijëve. Dhe më ka marrë 2-3 herë shumë me video call me kamera, nëpërmjet e 6 numrit të kështu. Dhe kur nolli, unë kam kënë Tiranë dhe kam pas nesër në nis për Itali. I kam thonë Kjarës, apo vjen me mu, më tha mu s'kena me kuaj lënë vajzë, më tha se nuk e kam mamen këtu. Po dash marrë dhe Kjara, sinqerisht. Jam nis, absolutisht po e thonë kërkuj, kam kënë vetëm tek pull, kam pyet aty se ku e ka se s'disha, dhe më thanë në rrugën e veni. Kam shku, kam naj goxhat distancë, se nuk dosha me pa kush, se s'dosha me dal as në kamerë, as në video, se më thanë në disa njerëz, pse sa afrohesh i thash, me gjithë respektin që kam për se u afrova, po më shumë, unë nuk ka se e ndëroj më shumë. A kupton, unë kam marrë, këtu jam me shof. Jafton ndërimi me kon atë se fillim si fund. Doja i vet, më shta afru afër dhe më ka thonë jam doja i ti. Tha, lutem tha afroju, për zotin i thash më vjen zor, sepse unë nuk njoh askënd, realisht nuk i njoh. Do të thonë unë nuk i njoh i thash, edhe atë vet e njoh si emër si po bashkë që ata ku kurrit thash. Dhe si më duket. Atëherë prit këtu tha se po thras pjatin. Dhe shkovi mori babën e tij ta erdhi me disa të tjerë, mua afru. Unë nuk e di, unë e kam thënë edhe aty dhe o zot, nuk e di. Unë e kam dhënë dorën e i kam thënë, nuk kam kujtu se jam i fort. Po unë sot po ashtu se më thonë e kanë burr i fort, se më kanë vend tani thashë me të majt kamp, ti çosh. Unë i thashë nuk e di